Ori Nebiaj është sërish në qendër të vëmendjes mediatike, këtë herë për jetën e saj personale. Sipas lajmeve që po qarkullojnë së fundmi, moderatorja dhe figura publike duket se është rikthyer në statusin e beqares. Edhe pse vetë Ori ka zgjedhur të mos bëjë deklarata të drejtpërdrejta mbi këtë temë, mungesa e postimeve me partnerin dhe paraqitjet e saj të fundit publike kanë ndezur spekulimet. E njohur për elegancën, qetësinë dhe diskrecionin që e karakterizon, Ori Nebiaj gjithmonë ka preferuar ta mbajë jetën private larg syrit të publikut. Pikërisht kjo ka bërë që çdo ndryshim i vogël të vihet re dhe të komentohet gjerësisht nga ndjekësit dhe mediat roz. Aktualisht, Ori duket të fokusuar tek angazhimet profesionale dhe projektet e saj personale, duke transmetuar imazhin e një gruaje të pavarur dhe të sigurt në vetvete. Nëse kjo periudhë e re në jetën e saj do të pasohet nga deklarata apo jo, mbetet për t'u parë. Deri atëherë, Ori vazhdon të jetë një nga figurat më të komentuara dhe të dashura të ekranit shqiptar.